Merrnin deri 7.500 euro për të ndikuar tek drejtësia. Jamesavi Burg dënohet i shefi i krimeve në Tiranë dhe 2 persona të tjerë. Gjykata e posaçme ka dënuar 3 prej të akuzuarve të një grupi prej 6 personash që dyshohet se merrnin rishfet kundrejt premtimeve se mund të ushtronin ndikim të funksionarët e drejtësisë për të ndryshuar masat e sigurisë. Përpos i shefit të krimeve në Tiranë, Erion Danic, pak dërgoi për gjykim në 28 tetor 2025 Sokol Mashën, Musa Gjikolën, Emiliano Milajn, Roçin, Klodian Muçën dhe Wilson Roçin. Ndërkohë, ditën e sotme GKK ka dënuar 3 prej të pandehurit, cilët janë Musa Gjikola, Erion Dani dhe Wilson Roçi. Gjikola u shpall fajtor për veprën penale ushtrimi ndikimit palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike dhe u dënua me 1 vit e 6 muaj burg, nga të cilat për shkak të gjykimit të shkurtuar do të vuaj vetëm 1 vit. Erion Dani u shpall fajtor për të njëjtën veprën penale si Gjikola në 2 episode dhe u dënua me 3 vite burg, nga të cilat për shkak të gjykimit të shkurtuar do të vuaj vetëm 2 vite. Ndërkohë, edhe Wilson Roçi është shpallur fajtor për veprën penale ushtrimi ndikimit palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike dhe u dënua me 1 vit e 6 muaj burg, nga të cilat për shkak të gjykimit të shkurtuar do të vuaj vetëm 1 vit. Po ashtu GKK bën të ditur se llogaritja e dëmit për këta të pandehur fillon nga momenti i arrestimit të tyre në datën 11/07/2025.